Për sa i përket ndërmarrjeve, sipërmarrjeve dhe udhëheqjeve, mendoj që femra mjaftueshëm ka arritë të dëshmojë veten se mund të jetë më e suksesshme, mund të jetë, pa e nënvlerësuar edhe, domethënë, fuqinë ose punën e mashkullit. Por në përgjithësi mendoj që po. Sa i përket tipareve, bazohemi tek ajo që femra në përgjithësi ka shpirt luftarak. Nëse, domethënë, ajo përqendrohet te dëshirat dhe pasionet e saj, ajo domethënë patjetër që arrin të arrijë qëllimet dhe të jetë një udhëheqëse e mirë. Siç tham, pra, guximi, vetbesimi, krijimi, pasioni, domethënë natyra e femrës është më e, për mendimin tim, gjithmonë domethënë flitet për mendime ose opinione personale. Për sa i përket stereotipeve ose bindjeve të gabuara, për shembull, mendoj se paragjykimet, pabarazia gjinore, mos mbështetja e mjaftueshme, domethënë nuk do të thotë që femra çdo herë mbështetet dhe përkrahet në çdo vendim apo hap që dëshiron ta marrë për një të ardhmet të saj, pavarësisht për çfarë ndërmarrje mendon të punoj. Ndoshta duke u bazuar nga e kaluara, traditat, mënyra jetesës se si ne kemi jetuar dhe mësuar, domethënë, gjithmonë na është thënë se femra nuk është e zoja për atë punë, femra nuk mund të kryejë këtë funksion, nuk mund të kryejë këtë detyrë, nuk mund të di më shumë se mashkullin në këtë aspekt. Domethënë, pak a shumë këto janë disa stereotipe të cilat ndoshta te disa femra ndikojnë. Edhe unë besoj që në shumicën e femrave nuk duhet të ndikojë dhe nuk ndikon ndoshta sa i përket kohës së fundit, sepse jemi, domethënë, dëshmitar të kohës fundit që femrat kanë arritur mjaftueshëm të jenë të zonja në udhëheqje të bizneseve të vogla apo ndërmarrjeve të tyre.